Rreth një vit më parë, Ivanka Trump, vajza e ish presidentit amerikan Donald Trump dhe kandidatit për president të Republikanëve Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ivanka Trump, bashkëshorti i saj Jared Kushner vizituan Shqipërinë. Ivanka Trump publikoi një foto me atë nënshkrimin ose me digiturën Shqipëria e bukur në këtë pikë të Kep Merlit, nga ku duket dhe plazhi i Kep Merlit. Në fakt, Ivanka Trump, jo një herë, por disa herë, ka qëndruar për pushime në këtë vilë në Kep Merli, po mundohem ta tregoj vilën me detaje, e cila është një prej vilave të bukura të Kep Merlit, por jo më e madhja e tij, që do të mundohem t'ja tregoj detaj pas detaj. Ky është një pjesë e ndenjes, është përballë ishullit Korfuzit dhe prej cepit aty mund të shohësh dhe plazhin e Kep Merlit, ka një infinity pool, pra një pishin e cila qëndron e gjitha mbi det, po ti je i ulur, ka ambientin e dytë të ndenjes, ka ambientin e ngrënjes, ka një obor i cili është komplet pyll, pra mund të hym midis oborrit, do mundohem t'ju tregoj disa para se t'hy brenda, pra po të shihni, ka një shteg në të cilin mund të shëtisësh në mes të pyllit në zonën e vilës, është i gjithë ky shteg ku dëgjohen dhe gjinkallat. Pra ky është trajli, ose po themi shtegu, vetëm kjo pjesë është e shtruar më pas, kthehet në një shteg që ti mund të ecësh deri në breg të detit për të parë dhe kabanën ku vendoset, pra ecën sërish këtu dhe në një moment je brenda pyllit, këtu mbaron pjesa, mund të vazhdosh ose komplet jashtë rrugës, ose do të ndjekësh këtë rrugë e cila të çon në drejtim të detit, të shohësh dhe pjesën e plazhit se ku bëhet, pra po të vini re shtegu vijon, mund të ngjitesh në pjesën e sipërme të pyllit, ose mund të ecësh në këtë drejtim, ku shfaqet edhe plazhi. Pra mjaftojnë edhe disa këmbë shkallë në këtë drejtim për të shkuar në pjesën e plazhit. Është një plazh me kabanën personale, tijën dhe krejtësisht privat, pra që nuk e gjen askund tjetër, por i kthehen për të vijuar me pjesën e vilës. Sërish në mes të pyllit, pra dëgjoni gjinkallat, dhe deti duket midis pembe. Po vijoj tani t'ju tregoj pjesën e brendshme të vilës, sepse ajo është pjesa më fantastike. Ja, po kthehemi. E tani i afrohemi prap pjesës së vilës për t'ju treguar pjesën e brendshme të vilës dhe dhomat. Pas vim në këtë drejtimin tjetër. Kjo është pjesa e shtëpisë, është pjesa e brendshme e shtëpisë. Po të hysh, shiheni, kjo është ndenja. Gjëja që e bën veçantë vilën është se brenda saj janë 5 pemë të mbjella, pra që i qëndrojnë aty ku kanë qenë. Shtëpia është ndërtuar në një mënyrë tillë që të 5 pemët që kanë qenë aty të mos preken. Pra nuk janë mbjellë më mbrapa, po janë pemë që kanë qenë në zonë të mbjellë. Kjo është pjesa e ndenjes, është oxhaku, që është shumë i bukur. Është një oxhak që përdoret kryesisht në dimër. Është pjesa e kuzhinës, me gjithë ambientet e tjera të shërbimit, pra një tavolinë ngrënie brenda, tavolina ngrënies jashtë, që çfarë pamje ka, kuzhina me të gjithë serviset e saj. Ndërkohë, këtej hym në pjesën e hyrjes. Kjo është pjesa e hyrjes nga jashtë. Shihni, kjo është pjesa kryesore e hyrjes, nga këtej vihet, ku dallohet dhe një pjesë tjetër. Ndërkohë, po vazhdoj me katin, jemi gjithmonë në katin e parë. Ja dhe pema e 5, thash kanë qenë këtu përpara ndërtimit. Një tavolinë e vogël qëndrimi. Kjo është salla e kinemas së vilës, pra me televizorin e madh për të parë televizor. Këtu hym në një suite tjetër që është dhoma e 5 dhe që shërben me ndriçim të sipërm. Pra shiheni që ka edhe saunën edhe gjithë pjesën tjetër të shërbimeve të saj.
Pra është një dhomë katit parë, jo dhoma master, por është një nga dhomat e mdhaja. Ndërkohë, vijojmë këtej, shiheni pjesën e oborrit, pra ka pamje dhe dalje në obor kjo dhomë, kthehemi prapë përmes kinemas, dhe ngjitemi në katin e dytë, po mundohem të shoh një nga dhomat. Thash ka 5 dhoma, 4 sipër dhe 1 poshtë. Gjithë ky korridor i gjatë, master bedroomi është në fund, po unë po ju tregoj një dhomë të zakonshme. Pra 1, 2, 3 dhoma, po ju te kjo dhomë, e cila ka banjën, gjithmonë me pus drite nga sipër, WC biden, pjesa e banjës, dhe kjo është dhoma. Janë dhoma diku të 35 metra katror në mos gaboj, me një balkon që shtrihet për gjatë gjithë dhomave, edhe që ka një pamje spektakolare në të gjithë pjesën e korfuzit dhe pjesën tjetër. Shihni çfarë pamje që ka, thash edhe pylli, edhe pishina, po dal nga dhoma tjetër për ta kuptuar që janë pothuajse të njëjta. Hyra nga kjo është një dhomë e ngjashme, ka ndryshojnë vetëm ngjyrat e koltukëve. Është dhe kjo me të njëjtin format, me pus drite. Kjo është pjesa e poshtme, thash dhe një herë, dhe me këtë vap duhet të hym pishinë sepse është shtëpia në fakt ku ka ndenjur edhe Mira Murati, shqiptarja ndoshta më e famshme. Gjatë kësaj vere, ajo ka qëndruar 2 javë bashku me njerëz të afërm të saj, 2 javë, por nuk ka dashur ta bëj publike, ka dashur thjesht ka zgjedhur Shqipërinë për pushime dhe ka zgjedhur këtë vilë ku thash ka ndetur Ivanka Trump dhe personalitete të tjerë të njohur. Në vilën gjithë ka ndenjur ish presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe bashkëshortja e tij Carla Bruni. Pra është një zonë ku ka ndetur një sër personalitetesh të huaja. Tani unë kam një problem akoma me krahun, dhe do mundohem ta heq me kujdes bluzën. Kjo është një prej vilave më të veçanta në Bregdetin e Jugut në Cape Merlin. Ndoshta vila më e bukur për momentin e Cape Merlit, e njohur dhe si vila ku qëndroi Dua Lipa për pushime, vjen shpesh në këtë zonë, shumë prej postimeve të saj. Ka 6 dhoma, një pishinë përpara, një plazh të vogël privat dhe shtrihet në Cape Merlin, një prej vendeve më ekskluzive të Shqipërisë. Do mundohem t'ju tregoj pak pasi çini gjithë pamjen e Cape Merlit, të plot, t'ju tregoj pak nga pak dhe shumë prej ambienteve të brendshme të vilës, përveç Dua Lipës edhe një sër personalitetesh të njohura botërore kanë qëndruar në këtë vilë. Shiheni pak. Pjesa e jashtme në momentin e drekës është pamja mbi plazhin privat, i cili shtrihet poshtë. Ka dhe një gjerpërim që është rruga përballë Korfuzi. Pishina e cila dominon gjirin të Cape Merlit. Një ambient ndenje, një ambient ngrënie për jashta. Një tjetër ambient ndenje, ambienti i tretë i ndenjes. Disa e brendshme. Pishina.
pjesa e plazhit. Me suitat sipër 6 dhoma dhe me këtë këndin që është ndoshta e më të bukurit. Pjesa më e bukur është pishina. Me dhomën e ndenjës, në pjesën e parë të ndenjës, në orgjakun fokus, cili është i rrotullueshëm. Dhe orgjaku ka pamjen e korfuzit përballë. Tavolina punës. Hallet për të ngjitur lart. E gjithë pjesa përballë me xham. Pjesa më e bukur që është kuzhina. Ky është edhe që është çfarë pamje ka kuzhina. Mund të kthehesh prapë në pishinë, mund të kthehesh prapë në kuzhinë. Dhe pomat sipër. Trata madhe e xhamit. Pjesa për të dalë prapë për jashta. Shiheni çfarë mrekullie është pishina këtu. Kjo është pjesa që zbritet në plazh. Plazhi është privat I vilës. Është një nga plazhet më të veçanta.
Edhe deti është shumë i pastër. I gjithi është një gji që mund të arrihet vetëm nga vila ose nga deti. Nuk ka mundësi tjetër që të arrish. Edhe ky është shkëmbi i pulbardhave. Ndërkohë, është pjesa e detit. Është fantastike. Pak këtu deti është më i bukur se kudo tjetër. Shiheni si është mas shpinës time. Edhe kufizohet me këtë shkëmbin e madh mbrasmeje. Shiheni se si është shkëmbi. Dhe sipër është vila, që është ndoshta vila më e bukur në Shqipëri deri tani, në jug. Pjesa e dhomave të gjumit. Kjo është dhoma master. Kjo është pjesa e korridorit të katit dytë. Kjo është një tjetër dhomë, e cila ka poshtu banjën dhe pjesën e që del për jashtë në balkon. Dhe dhoma e fundit. Pjesa e mbrapme. Kjo është pjesa e katit të dytë.